Panajiri i nismave rinore kundër dhunës me bazë gjinore i organizuar në shkollën Atë Pjetër Mëshkalla në Shkodër shënoi edhe përmbylljen e fushatës 16 ditore të aktivizmit kundër dukurive të dhunës. Ky aktivitet u organizua nga shoqata Gruaja te Gruaja në bashkëpunim me 11 shkolla të Shkodrës. Qëllimi i kësaj thirrje në fakt ishte të krijojë një hapësirë ku të dëgjohet zëri të rive dhe të kenë një mundësi për të sjellur zgjidhje të reja inovative, për të projektuar nisma të ndryshme dhe për të vepruar konkretisht. Është shumë e rëndësishme që të punohet për parandalimin e çdo forme të dhunës, ndaj kërkohet mbështetja nga të rinjt dhe të rejat. Prezantohen 11 nisma dhe do të përzgjidhet dhe nisma më e mirë, por kjo nuk do të thotë që do të çmohet vetëm nisma e cila përzgjidhet si më e mirë, por të gjitha nismat kanë peshë dhe vlerën e tyre pasi kontribojnë në ndryshimin dhe minimizimin e dhunës në bazë gjinore në shkollë dhe në komunitet. Ky aktivitet u përshëndet edhe nga aktorë të tjerë të organizatave jo qeveritare, si dhe nga përfaqësues të Bashkisë së Shkodrës me nënkryetaren Teuta Qyteza.